Hapësirë për gabim më nuk ka. Të jesh apo të mos jesh në gjysmë finale, kjo dilem do të qartësohet pas 40 minuta e fantastike basketbolistike që na presin sonte këtu në palesin e Pallatit të Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, ndeshjen e 3 dhe vendimtare të serisë çerek finale Sigal Prishtina Vllaznimi. Ja po e shohim pra bashkimi e pret fituesin e duelit Ylli-Peja, ndërsa fituesi ndeshjes sonte do t'i bashkohet Trepçës në gjysmë finale. Pra aktualisht seria është e barazuar në 1-1. Pra peshë startuese Tarandej Ismail Bashish, Lek Ndrejaj dhe Janjeva. Dhe në anën tjetër Anderson Hellems, Koshi Gjitobo dhe Don Poloshka. Duelin vendimtar, topi i parë për Lek Ndrejaj, për Hellemsin, kërkon Tarant hapsin, tenton dhe në tentimin e parë treshën e qëllon më tonë. Tarant i ka tje Davis në fakt, tenton me ngulit e huq, po s'ka problem sepse te vendi është fituesi son. Sa bukur atje, Mahal Bashić asiston. Shpejt lëviz topi Hellems në kënd atje në dhe tentimi përgjigjet në treshe. Hellems i cili ishte fantastik në ndeshjen e kaluar 37. Ndeshja e kaluar kur tentimet për 3 pik. Bukur atje Hellems përsëri nga një pozit shumë e vështirë. Aty po e vazhdon Sa bukur edhe Mahal Bashići asiston dhe Janjeva nga këndi përgjigjet me treshe. Prishtina ka 3 faulla, një faull e ka Vllaznimi. Kosh faull, mbrojtje të fuqishme, Davis pranë Gjitoboz realizon për 14-10 për Poloshkën. Shpejt lëviz topi ati Koshi, tenton dhe treshën e realizon. Tandemi vendor Poloshka Koshi për Kosh treshe. Gati 14 me 14, rrugova edhe njëherë të Carter dhe kjo është asistimi i dytë. Parës treshën të Janjeva dhe tash treshën të Carter. 17 me 14, treshja e trete e Prishtinës dhe faull 2 minutave. Azemi tepërton bukur atje për mrekulli dhe ndalet me personale. Barazon rezultatin 18 me 18 Arjan Azemi. Do të ketë edhe një dhe Azemi. Lëvizje bukur sa bukur atje Azemi. Ka po bon Arjani fantastik, MVP i finales së Unikës. Në anën tjetër fantastik është edhe Davis i cili Gjitobo lufton me kërcim në sulm. Poloshka i vetmuar tenton dhe treshën e realizon dhe rezultatin Don Poloshka e barazon në 25 me 25. Pra e patëm një e përsi prej 5 pikve të hapësim për të gjuajtur edhe përmirëson topin e shtynte Daniel Lek Ndrejaj, i cili në atë treshe të Poloshkës përgjigjet në anën tjetër me treshe për të rikthyer 3 pike përsi. Kyçerek i cili tepërton në brendi për Walkerin, asiston për mrekulli faulli Andersonit, i cili në anën tjetër depërton dhe realizon e rikthen e përsin së parë Davis dhe Hellems. Sa bukur me haprapa Hellemsin në një anë. Blok atje, sa bukur atje depërton dhe shënimi pranohet pas ishte aksioni vazhduar. Bloku i 2 fisht i kryon hapësin pikërisht Dion Sheqiri i kryon hapësin Riki Tarantit dhe kjo është e përsia më e lartë sonte prej 9 pikve. 39 me 30. Gjitobo e mbyll korridorin edhe një lëvizje bukur atje e Lek Ndrejaj për kat. Hellems shpejt për Poloshkën i cili tenton dhe treshën e realizon nga 9 metra. 3 sekonda tenton Davis. Prej çfarë pozite mbi Gjitobon. E ka Davisin, mbi Davisin, prej çfarë pozite. Dhe në qitat e fundit atje treshe e Janjevës edhe pse ankohon këtu driton Rej.
për Clarkun, edhe Davis realizon. Deporton deri në brendi. Dhe çfarë shënimi nga Jordan Davis i medvëmi. Ja te Anderson, Poloshka edhe një treshe e ti. Mal Bashic me Gjitobon. Mal Bashic i kësaj radhe 3 minutat e fundit në këtë qerek. Edhe një top i vjedhur nga Davis. Clark fluturon e gozhdon. I arzakonshëm për 55 me 44, 11 pike. Edhe njerë për shojmë Davis po e bën diferencën sonte Davis. Qoftë në mbrojtje edhe në sulm, për pas do të thotë kontributit fantastik në sulm, në mbrojtje është në çdo cep të fushës. Është figura kryesore të Prishtinasit. Don Poloshka me edhe një treshe e katërta. Tje Arjan Azemi, Don Poloshka në anën tjetër. Aj. Bombardon i pandalshmi sonte. Tarant për Repulli, deporton dhe realizon. Tje Hellem se she koridorin, deporton dhe realizon. Ati koshit Carter mbetet i vetmuar, tenton dhe treshen e realizon. Olin Carter 61-56 në momente shumë kritike. Tinës dhe vllazimit si vjet, ndeshjet për ballet e dy skuadra janë fenomenale. Fenomenale. Pick and roll atje, Clarku vendos të deporton deri në fund. Kosh folli Dante Clarku. Tarant, çfarë lëvizje bukur dhe Lekon Drejaj e ngulit. Shikoni gëzimin e Lekon Drejajt. Asistim fantastik i Tarantit. E kërkon Olmos atje që mos të ngazlehon, po të luaj mbrojtje. 69 me 64. Që ka nga 4 person. Çfarë deportimi nga Dante Clark. Fluturon me akrobacion, realizon Dante Clark dhe detyron trajnerin Jeronimo Sharin që të kërkon timeout. 71 me 6. Sulmi i fundit për vllaznimin. Hellems deporton. Dhe personale e Davisit. Prej Andersonit i cili quajti 11 vjet. Mirë po, në çastet vendimtare për Sigar Prishtinën. Dhe parazon Jerry Cole, Jerry Hellems. 7, 6, 5, 4, Davis. Pauli Hellems për të dobët. Davis e huxhuajtjen e lirë. Nuk e realizon as të dytën. Davis e kap topin. Tenton dhe nuk realizon. Fillim të këtij vazhdimit, Davis në sekondat e fundit shkëputet dhe në fund të ndeshjes. Prishtina disi po duket më freskët. E kap kokën dhe kjo është përgjigja më e mirë pse Olmos sonte ka vendosur që në vend të Joshën Zikor. U vonua në pasim të Poloshka. Anderson, bukur atje në asistim të Azemit e afron rezultatin në çastet vendimtare. Personale e Ati Koshit. Mbrojtja sepse në mbrojtje është më i mirë se Joshën Zakor. Po sonte jo vetëm në mbrojtje, por është dëshmuar edhe sekonda deri në fund. Realizon edhe të dytën për 85 me 80. Timeout ka kërkuar Jeronimo Sharin. Topi për Ati Koshin, i cili deporton, nuk realizon, e përmirëson. Edhe Koshin e shënon për 85 me 82. Kush do ta pranoj topin? Carter, Trey Anderson. Shkakton personalen, të shohim Isak është Carter në çastet vendimtare 86 me 82. Herën e dytë e huq. Kundër sulmi shpejt Arjan Azemi, i vetmuar tenton për 3 pik. Gjuan nuk realizon. Edhe ndeshja përfundon. Sigar Prishtina është në gjysma finale. Një ndeshje fantastike.
Shumë shpejt kolega ime Ulpjana Emra do të jetë edhe me intervistat e dy trajnerve.